Kjo rrugë është ka ngel për një copë 2 kilometrash, se s'është më shumë, që lidh Tapizën me Kasallën. Ne na lagja Qerrazhies. Ne jeni këtu, unë jam rritu, si gjithë kujshit tonë, po me këta rrugë që kena, me drita që kena, ujë që nuk kena fare, si që dim, ujë s'kemi, drita sot ngreshën mjes dhe nuk kishna drita sot në 2025-ën, mos kesh drita është turpi botës. Dhe me thanë, unë nuk e di se si do futna në Europë, me që kryeministri jonë thot do futna në Europë, ne jetojmë, disa nga ne jetojmë edhe në Europë, edhe dim se si funksionon, po do futna në Europë me pa rrugë, do futna në Europë pa drita, do futna në Europë pa asnjë kusht, sidomos fshatrat. Fshatrat do të jenë prioriteti, qyteti ka prioritetin e vet, po dhe fshatrat do të kenë prioritetin e vet. Kështu që ne nuk di ku t'ja fillojmë, ku t'ja marrojmë në këtë pjesë që është turpi i botës, që mund të flasim, të ecim në 2025-ën, të ecim me këto lloj rrugësh, edhe fëmijët tonë të ecin në kom me këta lloj rrugësh me shku ke shkolla. Ne duan po të shkosh në kom nga këtu ke shkolla është afërsisht gjysore, po gjysore të ecish në kom me shi, nuk është pak, edhe të futesh në për gropa, të dalin fëmijët e larmë nga shtëpia dhe të shkojnë në gjithë llaq ke shkolla, unë nuk e shoh të drejtë këtë.